Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Tensionohen marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. 4 persona të nacionalitetit serb u arrestuan në Gjakov, 2 prej tyre janë zyrtar aktiv të sigurisë në Serbi, një policë aktiv dhe një pjesëmarrës i inteligjencës së ushtrisë serbe. Gjatë kontrollit të automjeteve të tyre u gjetën armë. Arrestimi u krye nga njësitë policore të Gjakovës. Pas konsultimeve me prokurorinë e shtetit, 4 të arrestuarit u ndaluan për 48 orë. Dyshimet fillestare janë se të arrestuarit mund të kenë lidhje me Agjencinë e Inteligjencës së Serbisë, BIA. Për këtë ngjarje reagoi dhe presidenti i Serbisë, ku deklaroi se armët të ndaluarit i kanë patur për përdorim personal. Nga 12 persona të nacionalitetit serb, të cilët u shoqëruan në stacionin e policisë rajonale të Prizrenit, vetëm 2 prej tyre u ndaluan për 48 orë, pasi kanë bërë raportim të pavërtet. Këtë ka bërë të ditur zyrtari për marrëdhënie me publikun Reshter Vesel Gashi. Sipas tij, operacioni është realizuar nga sektori i timeve në Prizren, ku është konstatuar se veturat me targa serbe ishin të parkuara në kompleksin e objektit fetar të Bogoslovist në sheshin Shatërvan. Pas identifikimit të mjeteve dhe personave, më 6 prill 2025 rreth orës 12, 3 automjete me targa serbe ku ndodheshin gjithsej 12 shteta serb u ndaluan afër urës së Arastës. Fillimisht janë kontrolluar persona dhe autovetura dhe më pas ata janë shoqëruar në stacionin e policisë në Prizren. 10 prej tyre janë liruar në cilësitë e dëshmitarëve, ndërsa për 2 të dyshuar është dhënë masa e ndalimit për 48 orë. Me kërkesë të kryeministrit Albin Kurti u mbyll Këshilli i Sigurisë Kosovës. Gjatë mbledhjes raportua për incidentin e fundit të 1 prillit, ku zyra e postës Kosovës në Zveçan u sulmua me 2 granata dore, një prej të cilëve shpërtheu. Më pas raportua për arrestimin e 4 pelegrinëve serb në Gjakov, nga të cilët njëri ishte togeri i policisë së Serbisë dhe tjetri kapiten i ushtrisë së Serbisë. Kërkohet që gjithë institucionet dhe mekanizmat e shtetit ta mbajnë lart vëmendjen dhe gatishmërinë, thuhet në njoftim. Në këtë mbledhje anëtarët e Këshillit të Sigurisë theksuan se ndërhyrjet e Serbisë janë shtuar dhe në procesin zgjedhor të Kosovës përfshir përpjekjet për të sabotuar themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së nëntë. Në këtë mbledhje u konstatua se përmes listës serbe dhe kryeterroristit Milorad Dočić si kryetar de facto i saj, Serbia po ndërhynte disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumicë dhe jo serb që ta sabotojnë themelimin e institucioneve të reja të legjislaturës së nëntë, thuhet në reagimin e Këshillit të Sigurisë Kosovës. Albin Kurti deklaroi se pas ndërhyrjes në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit në Republikën e Kosovës, Serbia po vazhdon përpjekjet për sabotime dhe konsolidimin e institucioneve të dalja nga këto zgjedhje. Kryeministri i Kosovës shtoi se institucionet e sigurisë kanë informacion të konfirmuar lidhur me këto veprime. Kjo çështje sipas tij u shqyrtua në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Tensione ka patur dhe në Serbi. Ngjarja ndodhi në qytetin e Bosilegradit pas përfundimit të ndeshjes së futbollit midis klubit Mladost dhe klubit shqiptar Tërnoci. Nga klubi shqiptar thuhet se me të përfunduar ndeshja një policë hyri në fushë dhe goditi një futbollist të Tërnocit. Më pas kontrollet vijuan në dhomat e zhveshjes. Lidhur me incidentin e ndodhur në Bosilegrad, kryetari Bujanocit, Arbër Pajaziti, komunikoi me drejtorin e policisë në Vranj. Nga policia u tha se ka patur informacione se disa futbollistë të Tërnocit kanë futur në stadium mjete dhe armë të ftohta. Pas bastisjes, rezultoi se askush nuk zotronte mjete të tilla. Po ashtu sipas policisë, kapiteni i Tërnocit ka bërë shqiponjën me duar me qëllim të nxitjes së urrejtjes. Bashkimi Evropian kërkon dialog Kosovë-Serbi si e vetme mundësi për progres. Shefja e politikës së jashtme të Unionit, Kaja Kallas, nga Tirana, deklaroi se nuk mund të ketë ecuri pa normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Mendoj që ajo që është e rëndësishme është që në lidhje me Kosovën dhe Serbinë nuk mund të ketë ecuri pa normalizimin e plotë të marrëdhënies ndërmjet këtyre dy vendeve dhe sigurisht që unë më pas do të shkoj në Bosnjë-Hercegovinë sot pasdite dhe do të takohem me të gjitha palët atje në mënyrë që të qetësohet situata në Bosnjë-Hercegovinë. Bashkimi Evropian pranon se janë bërë gabime në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Shefja e politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas, deklaroi se Unioni është duke shqyrtuar gabimet dhe atë se çfarë shkon mirë dhe çfarë jo në bisedimet ndërmjet dy vendeve. Çfarë është më rëndësi për ne është normalizimi i marrëdhënieve, sepse pa këtë asnjëra nuk mund të ecë përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, tha Kaja Kallas nga Podgorica. Merret në intervistë për Radion Europa Lir. Ajo deklaroi se Bashkimi Evropian është interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër. Situata e sigurisë në Kosovë ishte në thelb të takimit ndërmjet presidentes Vjosa Osmani me të ngarkuarën me punë të ambasadës së SHBA-s Anu Patripati. Takimi vjen pas ndalimit të 16 serbëve në Gjakov dhe Prizren.
Presidenca zbardhi takimi ku thotë se Osmani dënoi tendencat e Serbisë për të destabilizuar vendin dhe rajonin me veprime të koordinuara me grupe kriminale serbe. Osmani tha se Kosova nuk duhet të tolerojë asnjë ndërhyrje që rrezikon paqen dhe sigurinë e qytetarëve. Nga hetimet e deri tanishme kanë treguar se këto grupe kishin ndërlidhje me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe si dhe anëtarë të grupit terrorist të Banjskës, thuhet në njoftimin e presidencës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komiteti për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian kërkon heqjen e menjëhershme të masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës përmes miratimit të një draft rezolute. Raporti hartuar nga Rio Terras mbështetet edhe aplikimi i Kosovës për antarësim në Union. Në të ftohen vendet anëtare të cilat ende nuk e kanë njohur ta bëjnë pavonesa. Parlamenti Evropian mbështeti dhe kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës dhe planin për t'u bashkuar programit të partneritetit për paqe të NATO-s. Shqetësim mbetet situata e sigurisë në veri të Kosovës, posaçërisht pas sulmit armatosur në Banjsk dhe atë në Ibërlepens. Kërkohet sjellja para drejtësisë e autorëve të këtyre sulmeve. Keqardhje veçantë shprehet përse Serbia nuk i ka nxjerrë përpara drejtësisë kryesuesit e sulmit terrorist në Banjsk, duke përfshirë ish në kryetarin e listës serbe, Milan Radojić. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, John Kelly, kërkoi nga Kosova dhe Serbia të punojnë në zbutjen e tensioneve dhe të përmbahen nga retorika eskaluese mes të dyja vendeve. Gjatë fjalimit të tij në Këshillin e Sigurimit, ai tha se qëllimi përfundimtar mes të dyja vendeve duhet të jetë njohja reciproke. Qëllimi përfundimtar duhet të jetë njohja e ndërsjell. Normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është qendror për gjithë Ballkanin Perëndimor. Amerika dhe komuniteti global janë më të sigurta kur vendet i zgjidhin konfliktet e tyre në mënyrë të paqësore dhe më të prosperues kur krijohet klima për investime tregti ndërkombëtare. Faleminderit. Kelly, krahas asaj, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara deklaroi se është koha që UNMIK-u të mbyllet dhe të transferojë funksionet e tij. Koha për të mbyllur UNMIK-u ka ardhur. Rekomandoj që UNMIK-u të fillojë të transferojë funksionet e veta tek agjenci tjera të OKB-s në terren që kanë funksion më të mirë për këtë punë, ashtu që procesi drejt përfundimit, mbarimit të misionit të jetë gradual e jo i paparashikuar. Mbretëria e Bashkuar për krah Kosovën në rrugtimin euroatlantik. Përfaqësuesi britanik në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara tha se si përkrahase e shtetsisë Kosovës e mirëpresin njohjen e pavarësisë nga Kenia, teksa inkurajoi të gjitha shtetet që se kanë bërë një gjë të tillë ta bëjnë së më parë. Më tej përfaqësuesi britanik i kërkoi Serbisë sjelljen para drejtësisë së autorëve të sulmeve të këforit aty në Banjsk dhe të bashkëpunojë me Kosovën për të identifikuar kryesuesit e sulmit në kanalin e Ibërlepensit. Krahas asaj bëhet thirrje që të rishikohet roli i UNMIK-ut në Kosovë. Shefi i misionit të UNMIK-ut në Kosovë, Caroline Zjade, në seancën e Këshillit të Sigurimit, kritikoi qeverinë e Kosovës për se shta veprimet e njëanshme të ndërmarra në veri të vendit. Zjade tha se shoqëria civile dhe liderët politik lokal në veri ankohen për mbylljen e qendrave për punë sociale të udhëhequra nga Serbia dhe ndikimin socioekonomik që ato kanë pasur. Sipas Zjade, serbët lokal të Kosovës nuk shohin alternativë ndaj dialogut të lehtësuar nga BE dhe nevojës që sipas saj serbët e Kosovës ta rikthejnë një ndjenjë të zotësisë në kuptimin e sistemit të vetë menaxhimit brenda asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ministri e Punëve të Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, në seancën e Këshillit të Sigurimit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara deklaroi se më 24 nëntor, Kosova u bë shënjesër e një sulmi të armatosur nga një grup paramilitar me bazë në mbështetje në Serbi të udhëhequr nga terroristi Milan Radojić. Për këtë të fundit, ajo tha se ka lidhje edhe me ministrin e jashtëm serb dhe përfaqësuesin e Serbisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Marko Đurić. Ka fotografi publike të zotit Đurić këtu, ulur me Radojićin në kafene në Beograd, që e dëshmojnë këtë lloj lidhje. Ky ka qenë akti hapur agresioni kundër një shteti fqinj, kryer nga një grup me trajnim ushtarak, pajisje logjistike ushtarake, gjitha këto të siguruar nga Serbia. Krahas asaj, Gërvalla kritikoi dhe raportin e UNMIK-ut, raport ky që sipas saj sulmi në Banjsk e quan incident serioz. Sipas rezolutës 33/14 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, kjo përbën agresion. Ta quash pasaj këtë incident serioz sigurie, siç bëhet në raportin e UNMIK-ut këtu, jo vetëm që është keq përshkrim, është shtrembrim
Faktet janë krejt të qarta. Serbia e ka sponsorizuar, armatosur, trajnuar e mbështetur politikisht këtë grup, që përfundimisht vrau një policë të Kosovës, zotin Afrim Bunjaku, duke përpjekur për të pushtuar territor brenda kufive tanë sovran. Politik. Vetëvendosja bën thirrje për zgjerimin e koalicionit qeveritar me partitë opozitës. Kryeministri Albin Kurti e ftoi kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të takuar në 9 prill, me qëllim të konstituimit të Kuvendit të Kosovës dhe procesit të zgjedhjes së qeverisë së re. Kurti shkrua në fund se mirëpret përgjigjen e Abdixhikut për këtë takim, seanca konstituive kuvendit do të mbahet më 15 prill. Nga partitë e koalicionit qeveritar në Kosovë ka ende shpresë për krijimin e qeverisë pa mbështetjen e opozitës. Deputetja bosnjake Emilia Rexhepi tha se për partinë e saj situata është e qartë, dhe ata janë të gatshëm të mbështesin qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Megjithatë Rexhepi sqaroi se nëse nuk arrihet një marrëveshje e pranueshme për të gjitha palët, janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje të parakohshme. Ministri e Drejtësisë e Kosovës paralajmëron për zgjedhjet parakohshme parlamentare. Në një konferencë për mediat, Albulena Axhiu deklaroi se vetëvendosja po pret që të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Ajo është e bindur se partia më e madhe në vend i ka numrat për krijimin e qeverisë, ndërsa partitë opozitare jo. Ne po presim që të konstituohet së pari Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ju e dini që qeverinë mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, dhe në anën tjetër nuk mendoj që mundet opozita ta bëj qeverinë si e vetme. Prandaj duke qenë kështu, o e bëjmë qeverinë ne, o shkojmë zgjedhje. Krahas asaj, Axhiu nënvizoi se nuk mund të ketë një emër tjetër për kryeministër, ndërsa nuk munguan dhe komentet mbi rezultatin e votës së emigrantëve. Ajo çka dihet tani për tani është emri i kryeministrit. Nuk dihen emrat e personave tjerë të cilët do të mbajnë pozicione tjera, qoftë në qeveri, qoftë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ajo çka dihet është që kryeministri i ardhshëm do të jetë Albin Kurti dhe qeveria e Republikës së Kosovës shumë shpejt do të votohet. LDK përjashton mundësinë për takime me vetëvendosjen. Nënkryetare e LDK-s, Doar Sakica Xhelili, kërkoi që sa më parë të krijohen institucione duke respektuar afatet ligjore. Sipas saj, publikimet në media se pritet që LDK të ketë takim ku do të diskutohet ftesa e vetëvendosjes nuk qëndrojnë. Rreth kësaj që kur ne kemi potencuar që nuk hym në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, nuk kemi vendosur kushtëzime në raport me këtë qëndrim, sepse vetë ky qëndrim vetvete është parim i yni dhe është qëndrim që ne kemi shfaqur publikisht tek qytetari i Republikës së Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës nuk të riqe nga pozicioni për të bashkëpunuar vetëm me partitë opozitare. Nënkryetari Uran Ismaili tha se mundësitë janë brenda partive opozitare. Sipas tij, pozicioni i PDK-s është i qartë. Kandidati i saj për kryeministër, Bedri Hamza, mund ta krijojë qeverinë nëse këtë dështon ta bëjë lëvizja vetëvendosje. I takon partisë e cila ka dalë para që të krijojë, ta ketë aftësinë, bashkëpunimin, komunikimin, të krijojë qeverinë. Në qoftë se nuk arrin, është obligim institucional i partisë dytë që të ketë një mundësi bashkëpunimi me partitë tjera të formojë qeverinë. Unë kam bindjen që në qoftë se ka një paaftësi të partisë parë për me realizu qeverinë, unë kam një bindje që zotri Hamza është një person mjaft i aftë për me ndërtu një koalicion i cili e ka në fokus atë që ka premtu, zhvillimin ekonomik, përmirësimin e mirëqenies qytetarëve, dhe mendoj që është një person që pranohet nga një shumicë mjaftueshme në kuvend atëherë kur i vje rasti. Kryetaria e Partisë Alternativa, Mimoza Kusare Lila, konfirmon se shumica nuk i ka votat për të krijuar qeverinë e re vetëm me komunitetet jo shumicë. Sipas saj, edhe në të kaluarën bashkëpunimi me komunitetet jo shumicë ka qenë formal dhe i natyrshëm, por tani nuk i mjaftojnë numrat. Nuk është e lehtë, është pak më e vështirë, sikurse e kemi parë, numrat e tregojnë që vetëm me komunitetet jo shumicë, si herën e kaluar, nuk ka qenë e mjaftueshme ose nuk është e mundshme të arrihen numri 61 minimumit që duhet për një qeveri që të votohet, thuhet në reagimin e ish-kryetares së grupit parlamentar të vetëvendosjes. Kryetari në detyrë i Kuvendit Kosovës, Glauk Konjusa, filloi përgatitjet me partitë politike për seancën konstituive të Kuvendit, që pritet të mbahet më 15 prill. Pas takimit, Konjusa deklaroi se në këtë mbledhje caktohen ulëset e partive parlamentare. Bashkë me ta e diskutuva skenarin për mbajtjen e mbledhjes e cila e themelon legjislaturën e 9 të Kuvendit tonë. Këto bën të gjitha në bazë të rezultateve të cilat i ka certifikuar Komisionit Qendror i zgjedhjeve. Gjithçka shkoi mirë në këtë mbledhje, u caktuan ulëset, nuk ka ndryshim shumë të madh sa i përket
ulseve në kuvendin e Republikës Kosovës, në mes ullet partia me më shumë të ulse në kuvend, lëvizja vetëvendosje. Dy krahët e kuvendit, krahu i majtë dhe krahu i djathtë, janë siç kanë qenë, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po ashtu u deklarua vetë, ullet pati ku ka qenë legjislaturën e 8 edhe pakicat me të njëjtën sipas të njëjtës radhe. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.